Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pëllum Pilinçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Spak shkund korridoret e politikës. Zbardhet loja e fortë e Ramës. Profesor, Rama sot u shpreh si një kryeministër që e ka të sigurt pushtetin deri në 2030. Do doja nga ju të na shpjegoni si është situata realisht. Mirë mbrëma të dashur shqiptar, kudo që ndodheni, si çdo natë edhe sonte, e di që prisni pa durim, çdo vend që jeni të pasigurt, keni ikur, që keni lënë vendin tuaj, bosh, e kanë marrë rrugaqëria, hajdutët, e kanë marrë të huajt, shqipfolësit, por erdhi dita e juaj që ju të riktheni në vendin tuaj, në vendin e gjyshve, e stërgjyshve, në vendin e baballarëve tuaj, të kthehen fëmijët tuaj që keni ikur vetë, i thonë 35 vjet, keni qenë kush ka qenë në moshën 20 vjet, 22, sot keni arritur gati dhe 60-70 vjet. Pra, erdhi dita juaj. Gazetarja më pyet dhe shoh një foto, po t'i shgosh të gjithë ato fytyrat në foto, të gjithë fytyrat që i shihni, ato janë shqipfolës dhe fytyrat të shplara që u kanë coptuar ju Shqipërinë, si këtu edhe në Kosovë. Kur them si këtu e në Kosovë, për mua është Shqipëria. Për mua është vendi shqiponjave, pra gazetare, nuk e di nga e keni gjetur këtë fjalë që thoni që ai e ka deri më 2000 sa më thatë? 2030. 2030. Ai si ploson dot ditët. Sepse në atë gjendje që kanë bërë kupola e kryeministit Karen, kupola e të quajtur president Karen, e nxori dhe vetë dhe rrëzoi dhe vret e gjyqtarët e kushtetutës. Pra, të gjithë dëmit që kanë bërë kombit, që u kanë bërë ju shqiptarëve, erdhi dita që këta të gjykohen. Erdhi dita që do gjykohen nga ju dashur shqiptar e jo nga ligj, sepse ligji është kushtetuta serbe, sepse ligji, gjyqtarët, prokurorët që janë, nuk them për të gjithë, por është numri shumë i madh që janë pa lajsens, janë pa dokumenta, nuk kanë qenë kurrë në shkollën e juridikës, por e kanë marrë me anën e parave, e kanë marrë me anën e serbëve, të grekëve e të francezëve. Pra, loja e këtyre ka mbaruar gazetare, unë shoh dhe disa gazetarë, shoh një gazetar këtu që del për ditë, pra, unë shikoj këtu edhe të them më mirë ish kryetari o kryeministri i Kosovës, Albini, janë si thashë të dashur shqiptar të gjithë njësoj, rrjetin e këtyre që e Çavi është kryetari i bashkisë të Tiranës, Erion Velia, ai ka thënë e gjërat që nuk thuhen për Edi Ramën. E çështje ordinere, bilem, ka thënë. Pra, çdo gjë ka ndalë. Kurse bomba që ka rënë në qeveri, në kryeministri, e rrëzoi zonja Balluku. Ajo nuk është si të tjerët që Edi Rama të heqi për hunde, ajo ka 2-3 ditë po e çmend, dhe arsye është e thjesht dhe e qartë për ju. Për arsye se ajo nuk mori avokat o jurist që donte PD-ja dhe PS-ja. E them këtë PD-ja e PS-ja sepse janë të dyja. Koka është PD-ja e Helmit dhe bishti është PS-ja. Janë të dyja një lloj. Këta gjithmonë, ta që kanë arrestuar gjoja përveç Velis, e të gjithë me radhë, janë avukatët e tyre. Çdo gjë që dëgjonin, ta i transportonin Edi Ramës dhe Berishës.
Por këtë radhë, i ka rënë, si shtemi ne shqiptarët, sharra ka vajtur në gosht. Për arsye, sepse ajo mori juriste o avokate, si i thoni ju, mori të motrën e saj. Dhe ajo nuk të regon po asgjë. Pavarësisht se ajo nuk i di të gjitha. Pavarësisht se çdo ditë i japin të dhëna avokates që kese saj është aq e madhe sa se mban dot edhe një vagon treni. Pra, në atë vagon, në atë dosje, jo, po është Edi Rama, po është i vllai Edi Ramës, është gruaja e Edi Ramës, është familja e Edi Ramës, janë dashnoret e Edi Ramës, që një lerë, një merë, e kam fjalën, janë shumë dashnore nga ministrat që ka. Do t'i dalin të gjitha, edhe si janë goditur ministrat me thika, po në atë zyrë, në zyrën ku Edi Rama është, që sot janë ministra një është nga ministria e jashtme, janë goditur me thika. Pra qa nuk po be është bërë në Shqipëri. Po të marrësh llumin, o llumi del me fund. Pra, gazetare shkurtimisht për publiku dhe publiku e di, ta e kanë me orë, jo me muaj e jo me vite. Dhe gjatë lutem me foton tjetër. Rama mbledh socialistët me urgjencë. Në kryeministri, çfarë po ndodh në kampin socialist? Profesor, sot pati një mbledhje të jashtëzakonshme në kryeministri, që përfundoi me një seri shkarkimesh. Më pas zoti Rama organizoi një mbledhje te selia e PS-s. Si shikoni ju këtë lëvizje të zotit Rama? Kanë lidhje me SPAK dhe zonjën Balluku? Unë nuk mund ta them një herë të njëjtat përgjigje, sepse të njëjtit ta që i nxjerrën këto fotot në për televizor janë sekserët e tyre, të quajtur analistë, gazetarë, janë të njëjtit llumë, të njëjtit që punojnë me vite, të njëjtit që paguajnë nga spionazhi, të njëjtit që janë shqipfolës. Pra, Edi Rama gazetare nuk ka rënë sot, ka 5-6 muaj. Ai s'është fare kryeministër. Ai s'lejohet të shkojë asën për Evropë më, nuk po vete dot. Pra, Edi Rama ka përfunduar. Në partinë e tij, ai ka të gjithë burg. Po ata që janë, dhe ata ministra, sidomos ajo foto atë dashur shqiptar që doli në funeralin e nanos, që janë pa arrestuar, ata do arrestohen urgjent. Për arsye se janë të një grupi, të një forme, të një drejtimi. Pra, gazetare jo të mbledhi kupolën e PS-së, por t'i gredhe nga varri antarët e byros politike, familjeve të tia. Shqipëria ka përfunduar me këta. Shqipëria e vulosi ditën për mbarimin e të dyja partive që e shkatruan Shqipërinë për 35 vjet. Pra, ta s'kan ku vjen me, nuk kam thënë, shqiptarët do të marrën vesh shumë shpejt, si në Milano, si në New York, si në disa vende në Paris, Beograd, Moskë, kanë ngritur vila, kanë ngritur pallate, kanë ngritur kulla, ato do t'jenë të shqiptarëve, shumë shpejt. Pra, dy partit përfunduan, programi e tyre mbaroi, çdo gjë ka përfunduar, tani e kanë dorë shqiptarët, nëse shqiptarët nuk dinë edhe këtë radhë të zgjedhen, të vinë sa më parë, ne nuk i kërkojmë për vota, por ne i kërkojmë që të vinë të zënë vendet e punës, që nga kryetar bashkie, kryetar komune, ministra, ambasador, drejtor, universiteti, kudo që janë i sa më parë, se nëse nuk do vini, do e shumë vonë për ju. Zbardhe dosja e SPAK për Ballukun. Biseda me Evis Berberin.
Profesor, duke se telefoni i zonjës Balluku po zbar disa afera. Ju mendoni se zoti Rama i friksohet zonjës Balluku që nuk po e shkarkon? Çfarë pret zonjën Balluku? Dashur shqiptar, të njëjtët foto, në të njëjtën muzikë, siç e kanë bolshevikët, të njëjtët fjalë, gjithmonë, nxjerrën për të humbitur njëri tjetrin, nxjerrën aty sikur Edi Rama e kishe në dorë Ballukun. Dashur shqiptar, spionazhi ka bërë punën e vet, Greku ka bërë punën e vet, janë caktuar nga Papandreou, si i thoshin me radhë, janë caktuar nga kolonel Jonollatua, janë caktuar në përpunët e tyre, i kanë mësuar si të ndajen, si të bëjnë divorce, si të lënë një grua, të marrë një grua, të humbasin gjurmat. Dashur shqiptar, përfunduan këta. Këta përfunduan në zero. Po të përfundonin, të shkonin me shpishtje shumë mirë. Po këta të dashur bashkëdhetar shqiptar do të ishinin me sy tuaj të lidhur këmbë e duar, duke punuar kodrat dhe rrugët e Shqipërisë. Për atë që u kanë bërë ju, këta nuk kanë kuven më. Nuk kanë miq. Nuk kanë shok. Sepse Amerika është mbi të gjithë. Amerika i ka ndërkëmbë shtetet e botës. Pra, unë e shoh aty zonja gazetare, unë shoh telefonët. Dashur shqiptar, telefonët e tyre nuk pushojnë. Nuk kanë pushuar. Ku hanin drekat, ku hanin darkët. Sa para vithin, me një i tjetrin vizitonin, e dinin që Shqipëria ishte e sigurt. E dini pse? Pse janë mitë shekullor, kështë thënë, Shqipëria ka përfunduar, ju e kini bashkë me ne. Serbët, francezët, englezët, grekët, e kini me ne. Dhe kjo është mënyra që këta nuk pyesin as për telefonet, super shëvon, sepse e dini që i kishin kratë të fortë. E dini nuk e kuptuan se ne dim shumë gjëra. Ne e lam atë litarin lëshuar sikur s'pyeste me njeri për tokën e Shqipërisë. Sikur s'pyeste me njeri dhe u dërgomi në mënyra të ndryshme. Ju do t'ini edhe mbretër do bëjmë. Arriti i bëri dhe kullën në mes të Tiranës. Ne dim qa bëjmë. Ne dim sepse të ndihmomi këtë komp edhe Shqipërinë e dashur. Ne e dim për çështjen e flamurit, ne kemi dhënë edhe jetën. Ne nuk jemi si këta. Ne nuk jemi sërb. Po ne jemi shqiptar me shekuj e me shekuj. Kurse që në kohën e komunizmit, ministrat e tyre, të erdhur rumun, të erdhur grek. Dhe po të marrësh biografinë e tyre dhe të këtyre racës që ka ngelur, ta nuk dalën shqiptar me gjak. Dhe këta menduan se do të kenë veshje të këtyre luksoze të papara. Besapti beshin e xhelos shtetet englezët, edhe mbretëria engleze, të çallit me shok. Beshin xhelos veshjen e këtyre, se i lam të lirë, i lam qëllimisht që ju e kam fjalën, ju shqiptarët, ju të kafeneve, ju që pini raki, edhe pini edhe duhan, edhe bëni, çfarë nuk bëni për kafene, ky kështu, ajo kështu, kjo zonjë kështu, ky borë kështu, kjo parti ish kështu, ky parti ish kështu, ka ardhur ky nga Amerika, ka ardhur ky nga ky vend, ky është i këtill, ky atill. Në atë gjendje u kemi lënë. Në atë gjendje u lanë me $80. Në atë gjendje u lanë sepse ato $80 që minit ju të kafeneve, minit para natën. Pase s'keni lëvizur. Po mës mini me, ka 2 javë, janë prerë para tuaja. Edhe s'dini qa bëni. Dhe keni kthyer plakën, o asa të poshe pas ka qenë PD, pëseja. Ta di thoni.
sepse u apren, sepse nuk u bëshevon për 97% të shqiptarëve që s'kishën bukë. Nuk u bëshevon për fëmijët e shqiptarëve që donin të vinin në universitete e nuk i pranonin. Nuk ishte bëshevon se konviktun e Tiranës që janë 6.000 e ca krevate, i keni lëshuar me qira këta bolshevikët. Vinë nga të katranë në Shqipëri, që i thonë satelita, si i thonë ju. Vinin jetonin në konvikt, kurse studentët gjeni shtëpi me qira nga $300-400 në muaj. Familje tyre hipte dhe gjak, kemi të dhëna. Vinin për spitale, hipnin gjakun, që ta shpinin fëmijin për studim. Kurse ju kodosh, që e shkatrua Shqipërinë, që më keni dalë këtu në fotografi, e thoni do rrim deri me 2030-ën. Deri me 2030-ën, ju brenda 2-3 muaj, koska tuaja do t'jenë shkrira. Ju nuk u lanë dhëtë me as deti, as oqeani, as liqeni i Farkës, ju vetëm u lanë aqiti. A ju vahojq së mundjen të beni të rinj përsëri, pa tjetër. Dhe shumë nga ju do lyeni vetë me aqit, para se t'i vini burgut. Pra gazetare, këto fytyra janë të shëmtuarat, fytyrat që nuk i shojnë do të shqiptarët në 97%. Pra, këta janë duke svarritur dhe veshje tyre e fundit ka qenë veshja e funeralit të nanës, që ishë veshur me kostumet të mbajnë mend atë ditë, edhe do të kene dhe fotografi kudo, ta shojnë veten e tyre, këta do arrinë përsëri në fis. Gazetare që do thot fis, do vënë përsëri në fisin e tyre që kanë qenë, dhe i dje pa brek, dhe i dje me qrape dhije, me sandale kineze, dhe frymë e tyre me frymë sërbe greke. Pra, këta kam përfunduar çdo gjë. Profesor, a keni diçka për të shtuar? Unë kam shumë gjëra për thënë, se shqiptarët duhet ta dinë realitetin, dashur shqiptarëve duhet dini shumë gjëra, ju i dini. Në Shqipëri përhapen shumë gjëra. Nëse ka mundësi regjizori, ta dëgjoni vetë shqiptar dhe në fund, unë do them shumë gjëra. Një projekt ligjëri që po shqyrtohet në Kongres dhe Senat mund të kthehet në një dokument historik për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Nëse akti i demokracisë dhe progresit në Ballkanin Perëndimor miratohet dhe nënshkruhet nga presidenti amerikan, Shtetet e Bashkuara do të angazhohen ligjërisht që politika e tyre e jashtme të mos mbështesë ndarjen e territoreve apo ndryshime kufish mbi baza etnike përfshirë edhe midis Kosovës e Serbisë, si dhe çdo tentativë për ndarje të Republikës Sërbska. Ky është parashikimi kryesor i seksionit 11 të projekt ligjit që i referohet marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Dokumenti kërkon zbatimin sa më të shpejtë të marrëveshjes së arritur më 27 shkurt 2023 me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe promovon dialogun, tregtinë dhe investimet në rajon. Për herë të parë, ligji përfshin një nen të qartë për mos ndryshimin e kufinve, ku thuhet se SBA-ja nuk do të ndjek asnjë politikë që mbështet shkëmbime apo rivizatime kufish përgjatë vijave etnike në Ballkanin Perëndimor. Projekt ligji është dërguar më 9 tetor në Komunitetin për Punë të Jashtme dhe atë të Drejtësisë për shqyrtim, por afati për vendimmarrje ende nuk është përcaktuar. Pas shqyrtimit, dokumenti duhet të kalojë në të dyja dhomat e Kongresit përpara se të nënshkruhet nga presidenti. Profesor, ju keni thënë që jeni misioner dhe do bëni Shqipërinë me kufi natyror. Por me sa po shoh unë SBA nuk do lejoj ndryshime të kufish. Si e shpjegoni ju? Gazetare, ju po thoni me sa shëgoni ju. Ju nuk po shëgoni asgjë. Ka shumë gjëra falso, po. Gazetar, mund ta shpjesh përsëri në atë tavolinë që i shënuar disa njerëz. Vazhdoje. Dashur shqiptar. Unë nuk kam thënë që ditën që kam erdhur. Unë nuk kam erdhur
vetëm si plumb, i linqi. Unë jam emision për 50 vjetë. Unë jam në politikë dashur shqiptar, që atë ditë që më ka lindur nëna ime në Burg. Unë i kam ikë nga Shqipëria në moshën 27 vjeç, në përkampjen e internimit, e njoh mirë regjimin bolshevik komunist. E njoh mirë regjimin serb, sepse serbët na vranë Miladin Popovici, së bashku me Rami Salin, me Nexhimia Hoxhën, me Sabri Goton, vranë shqiptarët. Nuk u ngopën duke vrarë, Mirditën e vranë, Tropojën e vranë, nuk lanë familjet më të mira në gjithë Shqipërinë, Korçë, Labri, Gjirokastër, Shkodër, ku ishin familjet më të mira, i pushkatuan. Prindrit, fëmijët e tyre i burgosën, nipat, plakat, pleqt, i në përkampjet e internimit. Jam e unë një nga ata. Fillovi kampi i internimit dashur shqiptar për herë të parë në Tepelen. Unë kam qenë 2 muajsh. Pre aty, filluan kampet në Kruj, në shtëpi e Mërlikave dhe e Kupëve. U hap për herë të parë Savra. Aty u mbush Savra me të internuar nga familjet më të mira. Shtyllësi kishte filluar kullimi i tokave të bujqësisë, Keneta. Ishte burgu. Qindra të burgosur kanë vdekur. I shtynin me lopat, i mbysnin duke kulluar ujit. U detyruan, u liruan të burgosurit, e mbaruan vendin, na kanë shpënd shtyllës. Ne që jemi të parit që kemi vajtur shtyllës, familja ime prej 100 e ca veta ka qenë në shtyllës, i linqët. Nëna ime, gjyshja, Beradh, ata që ishi gelur, kam fjallën plejt edhe fëmijit, ka moshuarit, nga Skishte, nga Shkodra, nga vendet më të mira të Shqipërisë, nga familjet më të mira që ka patur historie Shqipërisë. Shtyllës. Pre shtyllës. Jemi larguar në jazë. Shkurtimisht. Fieri dhe Lushja, sidomos Lushja u bë kampi i internimit, për lloj kallapi. Ku s'kishte? Sapër, Gradisht, Pluk, Qerm, Grabihan, në çdo vend. Fieri, në Shtyllës, Ferm Qerimit, në Semon. Kishim moshur Semonin me Kosovar. Vini Kosovarët e dini që vinë në Shqipëri, po drejtoshin në përkampje dhe në përburgjet. Basi ikjes time të dalë këtu në kjo pyetje, që ti jenë shqiptarët e qetë, atë që them sot, Pilinqi ka 50 vjetë në Amerikë. Pilinqi, familja Pilinqi nuk vajti të dashur shqiptar për larë pjata. Nuk vajti si gjitha emigrantë e tjerë, po e mori Amerika. Në dha shtëpi që kur kemi vajtur me trakate. Më mori mua në shkollë. Vazhdova shkollën, përfundova universitetin. Kam marrë diploma, master, doktorat. Kam qenë me 2 vende në universitet. Por nuk pata rastin, kështë dëshirë të ishe pedagog. Por hyra mi rrugë tjetër dashur. Hyra mi rrugë, sepse u ishe dikush dhe kishe parë shqiptarë të vrarë në përkampjet e internimit, në përburgjet. I kishe parë me sytë e mi si i vrisni. A here u detyrova. U njojta me të madhi, me shqiptarin për 300 vjetë familje, së bashku me familjen time, i quajtur George Bush. E kam fjallën për presidentin
para të që është paramet, ka vdekur. Në ka marrë me 76. Si mua dhe babës tim. Ishe në mënyrë sekrete. Dhe fillova punën time. Fillova për të ndihmuar kombin e Amerikës, për të bekuar kombin e Amerikës, për të ndihmuar preardhjen për të erdhur në Shqipëri. I matë nga lëna mënete. Nuk më është bërë gjë e mirë në Amerikë, sepse dojnë Shqipërinë. Dhe jam këtu. Unë ime të dashur shqiptar ka qenë për mbrojtjen e kombit të tokës të bekuar Amerikës. Po kur jam betuar me dorë, jam betuar për Shqipërinë time, për vendin tim. 50 vjetë në punë. Dhe jam deri në minutën që do të jep gjallë. Pamërsisht se jam plagosur 4 herë, si disa rrugaq që flasin. Pilinqës ka punuar një jetë e ti kur në restorant. Pamërsisht se familja ime ka shumë restorant. Vëllezërit e mi, djemtë e mi, djalë e madh, e kam juristin më të mirë. Vetë, gjithë familja ime është për shkollë. Por puna ime ka qenë më tepër në avion se në tokë. Do të thotë, në për Evropë, nuk kam lënë vend pavajtur. Nuk kam lënë vend pavajtur për të shpëtuar kombin e bekuar të Amerikës. Atë komb që 6 vëllezër nga familja Pilinqi, 2 gjyshit e mi u kthyen dhe 4 kanë ngelur në Amerikë për 300 e ca vjetë. Pra Pilinqi është dikush. Është në atë punë që nuk e luan dot njëri. Është në atë punë që nuk e urdhojnë, po urdhon. Pra, jam në vendin e sigurt. Dhe që ditën që është hapur Shqipëria, jemi ne që hapëm ambasadat, jemi ne që i shpëtuan shqiptarët që suvran njëri. Jemi ne, kur themi jemi ne, Amerika është me mua. Dhe unë jam me Amerikë. Jemi një trup. Sepse dashur shqiptar, e kam thënë dhe po e theme dhe gjoni me vëmendje, e kanë zbuluar të tjerët, por e ka pasuruar shqiptari, Amerikën. Nuk është, nuk luftojmë dot, po familje Bushit, familja e Pilinqa, familje të tjerëve, Koçar, Gjirokast, me 100 vjetë kanë pasuruar atë Amerikë dhe kanë vendin e dur. Por të dalë në pyetja që i shoh këto fytyra këtu. Të dashur shqiptar. Po pse në atë gjendje kemi arritur ne në na urdhojnë këta leshkot e Evropës, ky Thinjashi dhe ky tjetri, që vinte në Serbi. Dhe bashk me Kurtin bëni biseda. Kjo është qëllimisht, po anxjerrun. Është qëllimisht, do me thënë që nuk do mirte pjesë Serbia nga Kosova. Kemi ne për të marrë pjesë. Kemi ne për të marrë pjesë në Serbi. Është Amerika e dashur shqiptar. U që këja është më vonë. Është Amerika jo që e qirovi vendin tonë, krahinën tonë, Kosovën. Unë kam thënë 1000 herë, sa do që dëmledhen, sa do që të lamatisën presidenti sërb dhe këta 2 kodoshat e Evropës, të quajtur Evropë, janë rumun, janë bulgar, janë sërb, që nuk janë grek, ja kjo është bashkimi Evropës, të këtyre gjoja, të këtyre burrave, caktojmë punën e Shqipërisë. Të dashur shqiptar, çdo gjë që kanë bërë, as kanë kompetenca. Mund ta tregoj zotnia tjetër, presidentin e Amerikës. Të dashur shqiptar, unë shoh presidentin e Amerikës, shoh dhe kongresmenin,
Të dashur shqiptar, presidenti i Amerikës ka qenë 4 vjet dhe për disa muaj mbush edhe 1 vit, do me thënë herën e dytë. Në Amerikë, të dashur shqiptar, janë 2 parti. Partia Republikane dhe Partia Demokrate. Të dyja këto parti nuk është asnjë nga ato Partia Komuniste, Partia Demokrate. Është demokrate. Po kur vjen puna për çështjen e kombit tokës amerikane, ka një ligj, ka një rregull, ka një kushtetut. E ka disa organizata që mbajnë kombin e Amerikës. Por nëse presidenti i Amerikës, unë nuk e dëgjova zërin e tij, por nëse ai thot që Shqipëria e kësaj shqiponjës këtu që kam në dorë nuk bashkohet, unë po i them që tani presidentit të Amerikës Dan, unë e quaj Dan Hill. Dan, kur je bërë ti republikan, filin që kishte 40 vjetë para te ishe bërë republikan. Pavarësisht se familja ime ka qenë më parë republikan, po unë ka 50 vjetë që jam republikan. E republikan edhe harrova sot, nesër do të nxjerr, unë kam certifikatën që jam antar i Partisë Republikane në Kongres. Se çdo njeri mund të jetë antar i thjesht, edhe votën jo. Unë jam një kryesori. Unë jam vërtet republikan si familja Bush. Po unë i them Danit, nëse dëgjon, unë e di që dëgjon. Dan, ti s'ke qenë kurrë republikan, ti ke qenë demokrat, i ke ndihmuar Partitë Demokrate, shumë mirë ke bërë, s'ke bërë gabim, por në Amerikë Dan ka një rregull. Ti e di fare mirë rregull. Ti e vure dikur për të bërë edhe kryetar bashkie në New York, se s'mori asnjë vot. Erdhi radha, u bëre president. Ti mund të ndrysh me çdo vend. Pavarësisht se s'ke drejt. Por mos fut hundët në punë dhe brendshme të Shqipërisë. Janë tjerë burra që e kanë tokën e Shqipërisë. Ashtu mendove dhe ndërjot, dishte mirë të Sazan. Pa para. Pse? Që ti thoshte Edi Rama jam me presidenti. Unë e di që ti nuk e thënë për çështjen e Shqipërisë. Aty e përmend Kosovën. Pra të ke të drejtë. Që ke thënë që nuk coptohet, o nuk ndahet kufiri të jetë një për njërë si që është tani. Sepse Serbia kërkonte një pjesë të mirë të pjotë. Ky është qëllimi i dashur shqiptar. Jo për çështjen e Shqipërisë. Filin që ka erdhur këtu për ta bërë Shqipërinë me kufinë natyror dhe ka marrë formë të prerë. Plani nuk është bërë sot. Presidenti i Amerikës nuk ishte lindur. Unë nuk ishe lindur kur është bërë plani për të bërë Shqipëria siç po e bën sot. Ka 100 vjet që është bërë plani. Që kur erdhi ambasadori i parë këtu, që nuk e gëzoi dot që të rrinte. Pra tini të sigurt. Jo presidenti i Amerikës të ngrihet, po të ngrihen gjithë rasa e tij në tokën e Shqipërisë, ai s'bën dot asgjë. Unë jam i bindur se ai as e ka zënë Shqipërinë në gojë për këto gjëra. E zën këta, thashë themet. E zën këta pjesë të Evropës që xora fytyrat e tyre. Sepse Evropa e kanë fjalën Greqia, Franca, englezët, se gjermanët janë tonit, englezët, gjermanët edhe Austria të dashur shqiptar janë tonit. Jemi bashkë. Nuk na shkëput njeri, jemi i gjak. Kurse Franca i dërgon këta
E gjoja presidenti Amerikës ka thënë, po e marë fjalët e tyre, ka thënë që nuk lejohet bashkimi i Shqipërisë. Edhe gojat e liga kanë nxjerrë disa llafazan në për televizor, që profesor Piliçi ka erdhur për ta bërë Shqipërinë, por nuk e le presidenti i Amerikës. E zem se është e vërtet. Të dashur shqiptar, u flas fjalë popullore, s'ka burr nëne që të pengoj Shqipërinë me kufi natyrore, s'ka burr nëne që të pengoj rrugën time që kam me vite, me dekada. S'ka burr nëne që të thyejnë amanetin e të parëve që janë vrarë për qeshjen e kombit shqiptar, jo sot, po me qindra vjet. Ka burr nëne që të thyej amanetin e Bushit, që e donte Shqipërinë me kufi natyror. Kjo që arsye që i biri i tij erdhi në Fushkruj, erdhi në tokën e tij, aty ku zbriti Skënderbeu. Mua s'm dalon dot me njeri. Si shton të tjerë, i ka futur. Serbi i pagon, po bëjnë gabim që flasën. Sepse ne kemi një forcë, aq të fortë, sa kontrollojmë jo vetëm tokën e Shqiponjave, por edhe më shumë larg. Dhe ka ardhur koha, dashur shqiptar, që Shqipëria do bëhet lule, do bashkohet, ka ardhur koha që të bëhet një mur i lartë, mermer, që në Skënderbeu e gjedhë në Ministria e Brendshme e Ballkuar që ka vrarë shqiptarët, me gërma flori si që kemi bërë dhe në program, që më 2001 të shkruajnë emrat e patriotëve, të bëhen rrugët e bulevarteve të qyteteve, me patriotët që janë vrarë, e jo me rrugaçërinë, e jo me anti-shqiptarët që kanë coptuar Shqiptarinë para 100 vjetëve, e që kanë coptuar këto vit. Rrugaçëria janë bërë skulptura në për rrugët e Shqipërisë. Ato i do bjenë, por në këtë gjendje kanë arritur. Ja pra rrugët e Tiranës, vojo kushje që janë këta që kanë shkruar. Ta si janë shqiptarë, dashur shqiptarë. Të janë sërbë, kanë qenë, po kanë qenë me pseudonim. Do t'i mini vesh të gjithë. Do t'i nxjerrë gjithë hartat serioze që deri ku e kemi patur kufin. Tini të bindur të dashur shqiptar. Ne nuk pyesëm askush. E nëse presidenti i Amerikës do thoshte nuk dërohen kufin, përsëri nuk e kishte për ne, po do të paraqiste në Parlamentin e Amerikës. Do të paraqiste në Senati, në Guvernor dhe në Kongresi. Po duhet dini një diçka të dashur shqiptar, nuk është si këtu. Si në Kongres dhe në Senat ka organizimi brenda që e gjykon, do me thënë, është grupi i inteligjencës të shërbimit të Amerikës për disa veta, si në Senat dhe në Kongres. Pa firmën e tyre, jo presidenti, po të ngrien presidentet që janë vdekur, ata nuk e firmosin. Se e din se si është puna e tokës Shqipërisë. Toka e Shqipërisë do bëhet një urë. Jo vërtet urë, se është oqeani shumë i gjatë. Do bëhet një urë që do të quhet Amerika e vogël, Shqipëria e vogël në mes të Evropës, një Amerikë e vogël. Shqiptarët din 5-6 gjuhë. Jemi raca me pastër në botë. Me bukur, me zgjuar. Por këto maraushgat e këto mizat e kalit, që rrinë dën bisht të kalit,
Këto u kanë helmuar për 35 vjetë. Këta mendojnë që u helmuan disa shqiptarë, mendojnë që do më ktheni në mua nga rruga. Si që thash, amanetet e mia nuk i dhe në poshtë. Unë nuk kam një amanet, unë kam me qindra. E me mira, i kam parë me sytë e mi, amanetet që kam. Do besh Shqipëria me kufinë atyron. E nëse do vinte në kongres, nuk e firmosin. Kongresi e di. Senati e di. Ata që janë zgjedhur të inteligencës, atje janë grupi i ekonomisë, i policisë, por është grupi i inteligencës. Ajo e mban botën të dashur shqiptar në të gjithë botën. Lere që thonë, gojat e liga, spionët, agentët, që thonë në Shqipëri janë caktuar, janë 300 veta që caktojnë njerëz, jo të dashur shqiptar. Koka e botës është inteligenca servise. Është inteligenca që mban këtë botë, që mban demokracinë reale. Kjo është arsyeja që unë kam zgjedhur 13 ministra. Kjo është arsyeja që unë kam zgjedhur 13 drejtorë. Më falni, 3 drejtorë. Edhe është eksakt kjo që po them. Doje drejtori e policisë nuk ka më kryeministri të brendshëm. Dohet drejtoria e FBI-s shqiptare me gërma të shkruar shqiptare është quhet FBI. Vizë Albania për jashtë shtetit, për brenda quhet Shqipëria. Që do mbroj botën. Për këtë arsye unë kërkoj ju të rinj, intelektual, ju që jeni në polici, ktheuni për inteligjencën. E keni gati, vendi u pret, jemi ne. Nuk la pengon dot. Kyçat tona janë kudo. Pra, të më fali dofta Dani presidenti, nuk besoj që të ketë thënë, por nëse ka thënë, po ja them edhe një herë, ta dëgjoj. Jo sa jam u gjallë, undët në punën e tokës të shqiponjave, nuk e fudot. Kemi edhe në gjak, pra. E unë jam një njeri kryesori. Unë jam republikan, si që thash, para se të beshe ti me shpurlën të tëndet. As më intereson, vetëm kajtë dhe në president, nëse do t'jesh punëtor, të duash tokën e bekuar të Amerikës, mund të vesh edhe 3-4 vjetë të tjera, që më një vit. Por në Amerikë ka një rregull, nëse dalon parat e fukarejve në Amerikë, të largon Amerikë, të largon populli. Atje është që ngrihen populli amerikan. Të korrigjoj që këtu je president vetëm për dhomën e bardhë, jo më tutje. Mos shko më tutje. Se më tutje ka breshër, ka dëbor, ka ujë, ka çdo gjë. Pra, leri popullin amerikan të hanë bukë, të vjetrit, të pleqit, mos pengo asgjë. Që ke penguar këto ditë, po përsëri rrogat do t'ipen që i ke ndaluar. Por punë e Shqipërisë ke punë. Ti mund të vish do njëherë ta gëzosh tokën e Shqipërisë si turist. Por jo, për të marrë diçka fëmijët e tuaj jo njëherë. Ke gabuar. Pra, edhe atë person që e dërgove në Shqipëri dikur, i e largove, bravo të qoftë. Edhe avokatin më të mirë, Gjulianin, e largove. Erdhi Gjuliani në Shqipëri, doli një foto me lulëzim bashën, e me ja 3 veta e me fatë mirë, i mori $2 milion. Po ku erdhi në Amerikë, dan e pa qa i njau, avokatin tëndë. E di fare mirë. Pra, me Shqipërinë nuk acmojët njëri, sepse është që tokë e bekuar me mira vjetë. Pra, unë jam shqiptar e 300 vjetë në Amerikë.
kurse ti së mesoj t'jesh. I në moshën 70 sa vjet, 80, do vete avash, aq mund t'jesh Amerikan. Pra, jemi puro Amerikan. Pra, të dashur shqiptar, t'jeni të bindur, kaloje prap në kongresi ku janë shumë njerëz që e kanë nxjerrë kota atje që s'ka lidhje me këto tonat. Në kongresi ku janë shumë daloj. Dashur shqiptar, a i shikoni. Çdo gjë që kalon jashtë tokës të bekuar të Amerikës, ose u firmos këtu, e kam fjalën, a i shini kongresin, janë të darë me grupe. Ka grupi i inteligjencës. Pa firmosur ata zbet asgjë. Pra t'jeni të sigurt, dashur shqiptar, Amerika është me ju. 97% të Amerikanëve, të shqiptarëve e duan Amerikën. Erdhi dita juaj. T'jeni të bindur, dashur shqiptar, gjithë rreth ku ndodhen dy shqiponjat janë ushtria speciale amerikane dhe nuk e largon dot njeri. Nuk merr dot urdhër. Si që thash edhe më përpara, është vendosur çdo gjë. Pra të rini të qetë, dashur shqiptar, të vini sa më parë, mos dëgjoni gojat e liga, mos dëgjoni disa kaptera që ka filluar të flasin, e s'do mos një kolonel, nuk po ja zejmë prap në gojë, ka qenë ministër i brendshëm, është në Amerikë, më ka ardhur 2 herë, fatkesisht një herë nuk pata kohë të takonje, që shumë njerëz herë dytë e takova, së bashku me mikun e tij që ka hapur një parti, unë jap një këshill atij prej Tiranës. Më dëgjon fare mirë, di që po dëgjon. Nëse ti je specialist për ushtri, mos përmend Amerikën. Avionet e Amerikës nuk vjen nga Kina, siç e the. Amerika ka vapor që jo çan akullin, po çan malet. Kurse ju thatë që Kina i ka moderne. Përsëri parëmbrem, miku jo të foli, edhe im ka 4 herë në zyrë. E ka filluar, po flet si bil-bil. Amerika rrezikë të humbi nga lufta. Amerika është zoti. Më falni që u them disaj që janë shumë besimtare, thonë, zoti është një. Zoti është ai që po mbron botën. Zoti ka thënë, kam dhënë sy, por aman ka dalë bomba bërthamore. Pra, mja llamatitët, mja e nëzuar të Kinën në krye dhe Amerikën e keni rëzuar. Mja e nëzuar të që Shqipëria, parëmbrem prap tha, miku jot kolonel, që Shqipëria sytë më mirë t'i mbajnë nga Lindja, nga Rusia, e jo nga Amerika. Po këtë nuk po e kuptoj. Të gjithë ju oficerët që keni vajtur në për New York, Chicago, Kanada, kudo, hani bukën e Amerikës, dofta i një dëshpruar, që ishët ushtarake beduat që do vinë në Amerikë, do beshit ushtarak në Amerikë edhe mbret tjesh për një shteti tjetër, do vish lash pjatat e Amerikës. Do pashtrosh plakat e Amerikës e zaket. S'ka pun tjetër, fabrika. Mos flisni për qarë, se të gjitha janë evidente që bahen. Për ty më vjen shumë keq që kam patur një respekt ma. Po që të thuash Amerika ka rënë poshtë, Rusia është lartë, pra ti nuk e di që do bëhet. Ti nuk di as një armë moderne çfarë ka Amerika. Jo ti, po dhe të shumë ushtarak, prap ushtarak të Amerikës nuk i din. Janë gjëra që janë sekrete. Amerika aq ka
Hajde pra në Sazan, shëgo qëra ka. Amerika është që e kontrollon botën. Kina se shgjifare. A i keni parë dhe kinezët kushesën në një malë, e mban një ditë dhe prishet. Ja pra, Amerika është ajo që kontrollon botën, asi be vonë për gjë tjetër. Kurse ju të thoni që Amerika, avionët e Amerikës kanë rënë, i ka rëzuar Kina, me vje shumë keq. Me vje shumë keq. Si ty e disa të tjerë që dalin, ama dhe gjithë ju që dilni, të gjithë jeni në radioskopia, si i thoshim në radiografi, jeni të incizuar, të kontrolluar, që njëse dojmë një llogari. Për thashe themet. Shqipëria, i dashur kolonel, nuk po ta ze ebri në gojë, ka patur respekt, dhe kam pak respekt nëse e ndrejt gjuhën, së bashku me atë që del në televizor, edhe vërtet, dhe thot, dhe u tregon pralla shqiptarëve, për të fituar ndonjë para në për ato YouTube, Amerika nuk ja rëzon njëri avionit. Do të shkosh si çdo bëhet Franca. Do të shkosh si kush do tjetë Kina. E kush do tjetë Rusia. Të vajt ka Shqipëria, të rini lindje, jo perëndim, turpi botës. Pra, më mirë, qepeni. E shkoni fëmijë tuaj. Shkoni familje. Të dashur shqiptar, Shqipëria do bëhet me kufi natyror, tini të bindur të gjithë, mos dëgjoni që thonë për televizore, se nuk janë reale, vërtet e kanë nxjerrë fotografinë reale, vërtet i kanë shkruar këto, po këto janë mashtrime dashur shqiptar. Këto janë mashtrime, se po mos ishte bashkimi i Shqipërisë, 99-ën, nuk hyte në luftë me serbët, Amerika. Nuk e shiron të Kosovën, am le të rrinte me serbët, thoshte. Ja pra sinjali cili është bashkimi i Shqipërisë. Ja pra që po bëhet në Maqedoni. Se demi që kemi patur këto vite, e kemi patur nga Shqip folësit, të quajtur shqiptar. Amerika e bën Shqipërinë me në krye ne shqiptarë. Së mos unë, u thashe një herë, po përsërit për së dyti. Unë nuk marrë urdhër, unë firmos dhe jap urdhër. Dhe Shqipëria do bëhet me kufi natyrore edhe do marrë me më tepër se shërën takon. Greqia ka ulveshët. Letë vit ta provoj njërë. Si shini më përpara. Letë vit ta provoj. Qa do t'u jaj për da 24 ore. Pra, unë u them atyre shqiptarve, e janë këtu është thelbi i demokracisë, thelbi i demokratëve real, thelbi atyre që duan pasurit, thelbi atyre që të kthejnë fëmijët, e janë sa më parë të zini vendet që duen shumë, duen me mira e me mira njerëz. E janë nëse ju vini brenda javës tjetër ne jemi një qeveri. Me ju, për ju e kam fjallën. Po lodhemi vërtet. Pra, të dashur shqiptar, natë e mirë do të gëzoni Shqipërinë me kufi natyrore, do t'i shihni fëmijët tuaj, do t'i shihni shqip folësit të lidhur me litarë për rrugët, do t'i shihni duke parë, duke u disur rrugët në përmalet, në përkodrat, duke mbledhur plirat e rrugëve të autostratës. Të gjithë të burgosurit që janë do lirojnë këta që janë tani. Të gjithë dhimë të një që i quajnë kriminel, ata janë shqiptarë, ata i kanë mësuar këta, ata po i vrasin një i tjetërën, u them, ndaloni të rinj, se ju nuk jeni kriminel, kriminel janë këta. Këta u kanë vjedhur, këta u kanë coptuar, ja pra dhe Balluku, arriti e thot, këta më marrë me qafë, këta më shkatëruan.
Pra, Palluku këto ditë shkon drejt burgut. Pra e njërë dashur shqiptar, natën e mirë, miru pafshim nesër, rrini të qetë, Shqipëria me kufit natyror dhe me këto dy flamur do jetë me shekujt e ardhshëm. Natën e mirë.